Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Hiqni qimet e fytyrës përgjithmonë me këtë recetë mrekulli bërëse dhe do befasoheni me rezultatin. A jeni të bezdisur nga qimet që shfaqen në disa pjesë të trupit dhe vetmja gjë që dëshironi është që ato të zhduken? Ja një recetë të përdorur prej shumë kohësh që thonë se mund t'ju ndihmoj të eliminoni qimet nga fytyra dhe trupi. Pas disa muajve nga përdorimi i këtij ilaçi, qepët e padëshiruara do të zhduken tërësisht. Merrni një grusht lëvozhga arrash dhe digjeni. Hiri në përfituar prej tyre, vendoseni në ujë dhe lëreni të qëndrojë për 12 orë. Më pas, zhysni një garzë në ujë dhe vendoseni në pjesët e trupit nga ku dëshironi të eliminoni qimet. Përsëriteni këtë procedurë disa herë në ditë dhe mbajini garzën për rreth 30 minuta. Pas disa javësh, rezultatet do të jenë të dukshme. Sipas Healthline, heqja e qimeve nuk do të jetë më e dhimbshme ose do të kërkojë vizita të shtrenjta në sallone. Ka disa mjete në shtëpi të cilat mund ta bëjnë këtë gjë. Kjo maskë e treguar nga Himani Wright është bërë nga përbërësit që ndoshta keni në dollapin tuaj të kuzhinës. Për këtë trajtim të fytyrës juve ju nevojitet gjysmë lugë çaj, vaj kokosi, 3 lugë miell gruri dhe ujë, kajsi dhe mjaltë. Kjo recetë thjesht merr vetëm 1 minutë për t'u bërë dhe përmban shumë vitamina dhe minerale që janë të rëndësishme për lëkurën tuaj. Shkrini gjysmë filxhan kajsi të thatë, shtoni 1 lugë çaj mjalt në pluhurin e kajsisë dhe përzijeni mirë. Aplikojeni këtë përzierje në fytyrë dhe lejoni që ajo të qëndrojë për 5 deri në 10 minuta. Më pas, shpëlajini me ujë të ngrohtë. Ju mundet ta përsërisni këtë deri në 4 herë në javë. Vetëm mjalt. Ju mund të përdorni mjaltin e papërpunuar si një maskë natyrale për fytyrën tuaj. Thjesht aplikoni një shtresë të hollë mjalt në fytyrë dhe mbajini për 30 minuta dhe më pas shpëlajini me ujë të ngrohtë. Nëse do ta përdorni dhe për qimet në fytyrë, atëherë përzijeni atë me sodë buke. Gratë kanë qime më të imta se sa burrat dhe janë më të lehta të hiqen në këto mënyra. Një nga gjërat më të bezdishme për femrat janë qimet e fytyrës, por akoma më të bezdishme janë metodat e dhimbshme për t'i hequr ato. Ndaj, ndërmjet mënyrave të dhimbshme si piskatoria, depilimi me pesë, trisha e dyllit apo depilimi me sheqer, të gjithë do të donin që t'i jepnin fund këtij problemi një herë për gjithmonë. Edhe pse i keni provuar me 10 maska, kremra depiluese të tjerë, qimet mbi buzë duket sikur nuk lëvizin nga vendi. Megjithatë, ka plot metoda natyrale për heqjen e tyre pa dhimbje. Ne këtu do t'ju prezantojmë disa maska tërësisht të thjeshta, të cilat do t'ju ndihmojnë që të hiqni lehtësisht qimet tuaja mbi buzë. Maska me kafe dhe sodë buke. Ideja e kombinimit të kafes me sodën e bukës nuk do t'ju entuziazmonte as pak nëse do të kërkojë ta hanit ose ta pinit, por nuk është e njëjta gjë për fytyrën tuaj. Kjo maskë është e veçantë dhe ndër më efektivet kur bëhet fjalë për eliminimin e pushit dhe qimeve të padëshiruara në fytyrë. Në një enë shtoni 2 lugë gjelle kafe pluhur, 1 lugë çaj sodë buke dhe 1 lugë gjelle ujë. Përzijeni mirë të gjithë përbërësit derisa të krijohet një masë e trashë dhe homogjene, e cila në pamje të parë do të ngjajë një skrabi të lëkurës. Hapeni në zonën mbi buzë me kujdes dhe pasi të veprojë për disa minuta, filloni që ta hiqni me anë të një spatule në anën e kundërt të qimeve. Pasi ta lani fytyrën, kështu ju do të vini re ndryshimet e para.
Mjafton që ta përdorni 2 deri në 3 herë në javë dhe qimet tuaja do të zhduken plotësisht. Maska me miell mistri dhe vezë. Me siguri të gjithë e keni dëgjuar për recetën klasike me sheqer, gjithashtu me të bardhë veze që përdorin mamat dhe gjyshet, por na besoni, kjo maskë është ajo që ju kërkoni prej kohësh. Përveç se eliminon qimet me gjithë rënjë, shërben gjithashtu si një skrab natyral i cili heq qelizat e dëmtuara dhe i jep fytyrës një ndjenjë freskie. Në një enqelqi shtoni një kokër vezë dhe rriheni atë me pirun. Më pas shtoni 2 lugë gjelle miell mistri dhe përzjeni derisa të formohet një masë homogjene. Përdoreni atë mbi buzë dhe lëreni që të thahet për pak minuta. Më pas hiqni nga lëkura me anë të masazheve rrethore. Kur ju të lani fytyrën do të vini re se maska ka funksionuar vërtet. Gjithashtu ju mundet që të përgatisni dhe këto 3 receta të thjeshta dhe pa kimikate. Qimet në fytyrë janë një problem që e kanë një pjesë e mirë e grave. Shkaqet janë nga më të ndryshmet, si për shembull çrregullimet hormonale, shpeshherë depilimet shkaktojnë irritime, si për shembull pulçra me infeksion dhe skuqe të lëkurës. Për të shmangur të gjitha këto ka disa mënyra me anë të maskave. Këtë lloj maskash ju mund t'i bëni në shtëpinë tuaj. Do t'ju duhet një e bardhë veze. Në një pjatë ndani të bardhën e vezës nga e verdha. Me anë të një furçe e shpërndajmë të bardhën e vezës në fytyrë dhe me njëherë pas kësaj vendosni mbi të bardhën e vezës një pecet të hollë. Mund ta vendosni në të gjithë fytyrën ose në pjesët ku keni qimet e padëshiruara. E lyejmë pecetën sërish me të bardhën e vezës duke përdorur një furçë ose gishtat tuaj. Si për shtresës së dytë të bardhës të vezës, ne do të vendosim sërish një shtresë tjetër të hollë pecete. E lëm të bardhën e vezës që të ftohet. Më pas fillojmë gjithashtu që të heqim edhe qimet e fytyrës. Maskë me sheqer dhe mjalt. Për këtë juve do t'ju duhet një lugë gjelle sheqer kaf ose të bardhë, një lugë gjelle mjalt, një lugë gjelle ujë, një tas i cili nduron nxehtësinë e mikrovalës, një spatullë dhe disa forma shiritash. Udhëzime. Vendoseni që të gjithë përbërësit në mikrovalë ose në një ngrose të çfarëdoshme. Përzieni përbërësit për rreth 30 deri në 35 sekonda. Derisa përzierja të fillojë të fuskojë dhe të kthehet në ngjyrë kafe, largojeni enën nga nxehtësia dhe lëreni përzierjen të ftohet pak sa mos ju djeg lëkurën, pra të jetë e ngrohtë por jo e nxehtë. Merrni pak nga dylli i ngrohtë me anë të një spatula dhe vendoseni atë në zonën ku ju keni qimet e padëshiruara. Merrni një copë në formë shiriti dhe vendoseni mbi zonën e lyer me dyll. Me anë të gishtave ushtroni pak presion mbi copën duke e sheshuar atë me lëvizje sipas drejtimit të rritjes së qimeve. Më pas tërhiqeni copën me ngadalë në drejtimin e kundërt të rritjeve të qimeve. Përsëriteni të njëjtin proces derisa qimet e padëshiruara të jenë larguar nga fytyra juaj. Maska me shafran indie. Shafrani indis mundet gjithashtu që të përdoret i vetëm ose i kombinuar me përbërës të tjerë për heqjen e qimeve të fytyrës. Ai ka veti antibakteriale dhe gjithashtu parandalon infeksionet e lëkurës. Ju duhet që të merrni 2 lugë çaj shafrani indie dhe përzieni ato me ujë për të bërë kështu një pastë të hollë. Shpërndajeni përzierjen në fytyrë dhe lëreni atë për 10 deri në 15 minuta. Dhe pasi maska të jetë tharë, fshiheni atë me një copë pak të lagur duke e lëvizur copën në drejtimin e rritjes së qimeve. Përsëriteni këtë maskë rregullisht për disa javë derisa qimet e fytyrës tuaj të jenë larguar plotësisht një herë për gjithmonë.
Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.